A mund të thoni si po zhvillohet plani operativ i cili tashmë është në fazën finale, besoj sot? Po, policia e Kosovës i ka njoftuar dhe më herët i ka bërë gjitha përgatitjet e nevojshme me qëllim që procesi i votimit sa do të shkojë stava mirë dhe pa ndonjë problem ose incident. Dita për neve ka filluar jo tashme, por ka filluar ora 3 mëngjesit kur gjitha dhomat komanduese në nivel qendror të policisë dhe në nivel rajonal janë hapur dhe kanë asistuar antarët e KXZ-s komisionet që të jenë në vend votime. Tash jemi duke pritur raportimet për çdo vend votim, qendër të votimit që janë hapur dhe po funksionon gjithçka në rregull. Policia e Kosovës ka angazhuar rreth 4230 zyrtarë policor për këtë zgjedhje, rreth 430 automjete policore. Gjitha njësi tone janë të kyqura në operacion, duke filluar prej atyre të stacioneve policore, të hetimeve, të inteligjencës dhe njësi tjera të nevojshme sipas planit të parashikuar që do të jenë gatishmëri në rast se ka ndonjë incident. Urojmë gjithçka të shkojë mirë. Qytetarët e Kosovës kanë dëshmuar që ka një kulturë zgjedhore demokratike, edhe po ashtu kanë pasur një bashkëpunim të mirë me policinë e Kosovës. Zotri Hoxha, cilat janë pritshmëritë e juaja për sot? A pritni të kenë ndonjë incident? A ka ndonjë paralajmërim që i është adresuar policisë së Kosovës për ditën e sotme? Deri me tash nuk kemi pranuar ndonjë informacion që jep ndonjë problem ose ndonjë incident në të ardhmen. Si do të qoftë, ne kemi marrë masat që edhe nëse ka të tillë të reagojmë me kohë dhe marrë masat e duhura në mënyrë që votuesi, qytetari jonë të ndihet i lirë të jep votën e tij dhe të zgjedhurit e tij ose kryetarët e komunave në këtë raund të zgjedhjeve. Ndryshe nga rundi i parë, kur kanë qenë diku rreth 6500 policë të angazhuar, kësaj here janë 4200, kjo për faktin që sot jemi në ballotazh jo në të gjitha komunat. Për dallim nga fokusi i rundit të parë, kur vëmendja e policisë ka qenë kryesisht në pjesën veriore, sot ku pritet të ketë më shumë angazhim, ose a është e fokusuar dika policia e Kosovës? Po, ne jemi të fokusuar në gjitha komunat e Kosovës në këto që kanë zgjedhje, si shtatë ju, numri i policëve është më i vogël për shkak që kemi më pak komuna në balotazh, do të thotë 18 komuna. Mirë po kemi edhe zyrtarë policor të njësive tona të veçanta që do të jenë gatishmëri për të reaguar. Normalisht që inteligjenca e policisë ka pranuar dhe ka analizuar informacionet e duhura dhe ne kemi displeguar forcat tona policore në disa zona të cilat kanë pas problematikë në kalumen edhe ndoshta diku kur rezultati është më i ngushtë e mund të ketë ndonjë përsërim ose ndonjë pritje të mëdha, në mënyrë që ne të menaxhojmë me çfarë do incidente që mund të paraqitet. Zotri Hoxha, sa i merr kohë policisë së Kosovës përgatitja për zgjedhje të tilla? Po përgatitjet janë mujore, për shkak që ju e dini, nuk është vetëm dita e zgjedhjeve ajo që në cilën policia e Kosovës angazhohet, po qysh prej fushatës elektorale, zgjedhore, e gjitha këto, doon janë me muaj të tërë, po java fundit është ajo që duhen më shumë angazhime për të qenë në kapacitetin e plot dhe për të garantuar rand dhe siguri gjatë ditës së zgjedhjeve që i bie dita Z sipas fjalorit tonë policor. Mirë po përgatitjet janë disa mujore për të arritur deri te dita e fundit. Po ashtu ne duhet të angazhohemi edhe pas ditës së zgjedhjeve sepse veç kemi festime, manifestime tjera që mund ndoshta të kulmojmë në një problem pas padjes së rezultatave, pas padjes së fitorëve nga partitë politike. Me votua, keni votua po ende? Jo, akoma, ne jemi këtu për të garantuar një herë siguri për të tjerë, pastaj do ta kryejmë obligimin tonë pak më vonë. Kafe a keni pi? Obligimet e drejta normalisht. Kafe a keni pi, Zotri Hoxha? E kem pi një nzyre këtu. Lumë si ti. Na ende as kafe s'kemi pi. Faleminderit Zoti Hoxha, në fund edhe një mesazh nga ana juaj do të ishte mirë se ardhur për të gjithë shikuesit që po na ndjekin, por edhe për qytetarët tjerë të Kosovës. Patjetër, së pari ju bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që të dalin zgjedhje, të votojnë, të zgjedhurit e tyre, të manifestojnë një kulturë të lartë demokratike të çfarë kanë manifestuar edhe në kaluar, të bashkëpunojnë me policinë e Kosovës dhe me institucionet tjera,
Çfarëdo informacioni që kanë, i lutem ta njoftoni policin direkt dhe policia e Kosovës do të jetë në gjendje gatishmërie të veprej me kohë për të marrë gjitha mosat që çdo kush që del mbi ligjin të merr edhe përgjigjen e merituar të institucioneve tona shtetërore. Zotri Hoxha, faleminderit. Një mesazh për policën e Kosovës, edhe pse u kemi shpërndar përmes komunikimeve tona të brendshme, që të jenë sa më profesional, që kryejnë detyrat e tyre edhe të ruajnë besimin që qytetarët tonë kanë në policinë e Kosovës.